Jam kryeplaku i fshatit të Rrjoll. Ka disa ditë që banorët e fshatit të Rrjoll u bjenën qafë, forcat e renit, pa kënë kush prezent tjetër, me dokumentacion as me gjanve, që thjesht kena ardhë me një pretekst gjohë se do me ban kërmime. Pa ata kanë ban rapshime, nuk lejojnë njerëzit mu afrua, nuk e pushojnë punët, prona është e ty nësë ata me sa njihet i ka në dokumenta ata se nuk është e kanë shenë thonë kem dokumente e s'kon janë, dokumentet janë faktike. Momentin që u bën fije rezistencë, ata kapën shoqëruan rreth 6-7 veç, edhe punimet vazhdojnë atje me fjalë pa llon llogari kujna. Na të paktën duam zyrtar me kanë me thonë që një kjo tokë ka i këtë certifikat, një kjo tokë do të veprohet një shto për me u ballafaqua. Na thonë jena shtet, policia pa letra nuk e di sa është aty, na nuk jena aty ja u zonë na aty, na të na zonë na ne. Na do me ditë kush aty e marr. Kush aty e marr, ta shtonë se na jena na me policinë. Pra sa vete janë shoqëruar në policinë? 6 janë mend me fjalë. A ka pasur një përplasje kundrejt nga policia me banorët? Jo, ka dash me u dal fadroma që mos me vazhdo punën për pa u marr vesh. Ta shtonë edhe këta i kanë shoqëruar. Forcërisht i kanë mund makine, i kanë ashtu. Na kena dalë tash në shtetjet tyne, atje puna vazhdan. Pra Këshjani qëmë, ju kjetë vetë atje dishmitar se si kjetë gjenja, direkt, sa i këtjo, ata dikun muër një urdhen, u bon gardë si kur të lujnë në Shqipni, Serbi, nuk ka për të bon në shej, u mrojtën polis me skafonda, me mrojtëse, tash i këta, na palu nuk kur kanë, vetën të munu, mos me ilon me nezmitet e punës, ata i kapen djalin temë. Atë jo kryeplakun, po këtë meken që e kena ma që jashtë përfajsu, si jo një kryesis me letra, 5-6 vetë, për forcë, për shjani kanë qurë putën në pugon, tash na dulme direkt prej atje, sa ti kim prej to, prap të shkojmë atje, sepse na nuk do na me lëshu tokën tonë. Kërkojmë që të lirohen i ta, po i ta duhet me dalë se pasha zotën i kanë kapë, për krasë qërëshjoni i kanë kapë që nuk di me të thonë, veç me paken jo atë, thash bilesi se tha me njarit me nëllë një, me i pa vetë me së tuj, se qa u bon. Tash i për zotën në zdive që mu falenderu ju, e me mujtë me në dalë janë ta, e shkojmë prap janë tje ku i një kenë edhe jo sëtë me ne. Ju do të vijoni sërisht i ndaloni pasha zotën, po na do të vijojnë gjithë ditë e ma shumë dhe tjena, sepse po kërkojmë vesh tokën tonë. Ne na kanë me të në qafë, duhet me nga grabit tokën, pa fe e lidhjet kur kun certifikat tonë kanë, as kanë letë, as qesin, i tha me bile njëjtë prej aty në policëve, po pse si njët një intervjist njërit? Ja, tha, nuk kena drejt në me thonë, kur i gojë intervjistit. Po ne, a muni me në thonë, ki kena i këtë letër dhe po mërojnë filanin. Nuk mërën, nuk gadzën se ka mërën, veç mos me të lonë kanë bloku rrugën, në besën zotin, mos me të lonë me kua as te baktia, as ku ke punë tua. Qa ndodhi, mas i ikëm në tjerë? Mas i keni ikë ju, kena najtë, dhe më thonë, kena najtë edhe pak një i qërë kuret, mapa një në armatos, derin fyt, me arëm tëne. Kam marrë telefonata për ku i kanë marrë, për me kanë gati për me vazhdo punimet. Mapa në kanë hi me vazhdo punimet, me njëzë skavatorat, me njëzë ato, mjetët e punës. Edhe, na përminal me nalua punin, ata kundrejtesh. Me najtë një metër lërgë tëne. Na u nalë, na u sulme për me vazhdo punin, për me nalë për me vazhdo punin, ma të qëllim që kena arët që do të vinë prapë, që do të jena prapë. Pa për dërdhun pas gjanë. Kanë qësnua, kanë qësnua 27 vetë, edhe 2-3 kushnit mitë. Përcërisht, pas një drejtë. Pavarësisht shoqërimit që është bërë për 6 personat pakën ditën e sotme, ju do të vijoni të zonin ndërtimet? Do të vijojmë. Unë kam kanë një dënum edhe për këtë çështje edhe në vitin 2018, ku kam bërë jam dënuar edhe 4 muaj burg, kam bërë 1 muaj burg, prandaj zotit Fatmir Shpellsa, që na kena dhënë, domethënë, që nga viti 2018, kur ai ka ardhur te prona jon, na kena xhir, i kena thënë, është prona jon. Dhe i kena ai ka bë denoncim ndaj meje, ndaj që më ka dhënuar, më kanë bërë dëmtim pronë tek ne gjona domethënë pa lidhje. Edhe unë jam kandidat në 4 muaj, kam bërë 1 muaj burg për ta. Emër mirë më të lutem? Kastresh Shuan.